Jemi të gjimnazi Rrëshenit në ditën e librit. Unë kam bërë një herë një speciale vjetnë, unë ka që një gjohë shumë e burë dhe gjimnazi Rrëshenit ka një përvojë fantastike sa i përket librit edhe eventeve që kanë të bëjnë me shpallosje në mënyrë të veçantë se si bëhen aktiviteti, kështu që jam i bindur që edhe tani do kemi risie. Edhe kam Aidën këtu, Aida Bukuroshën, që e kemi edhe valltare dhe është nxënëse vitit parë, apo? Po. Vitin e parë. Aida dhe nxënës. Fillojmë prej këtu. Këtu është porta. Po, të kemi hyrjen, bërë një tabel, mund bëjmë foto, një krijim nga nxënësit me faqe libri, me disa fjongo, kemi bërë sa më të bukur edhe për ta parë, të jetë sa më vizuale dhe të bërë foto. Sa të hysh Po, sa të hysh. Mirë po, i pyetje kam unë, a preferojnë moshatarët me bën foto këtu? Patjetër, kjo është kryesorja, po, shumë. shumë. Apo mi bërë në shumë dhe që kemi bërë në fakt. Tani kemi këtu si praktiku me gjimnazi Rrëshenit, a këtu polli, është shumë mirë që shpesh herë krijon këto paraqitjet e bukura edhe i parloj ekzibicione. Unë pranej du ta shoh ditë libri ndryshe këtu në shkollën në gjimnaz. Kanë drejtë si të vitë edhe si vetë, është zgjatëtorë e universitetit dhe kjo ditë është përcaktuar nga UNESCO që të lexojmë sa më shumë libra dhe të njihem ato në gjithë botën. Dhe gjimnazi Rrëshenit është i përkushtuar në çdo moment për të sjellë imazhe, instalacione, portrete, figura, libra, në forma më të ndryshme. Unë falenderoj si që ishte për punën që ju bani, absolutisht gjimnazi kam thënë shiko. Që me këtë ndaj gjatë tjetër, që gjimnazi Rrëshenit është nga gjimnazet më të mira në vend. Edhe du ta frekuentoni gjimnazin. Du të ketë në zonë sa më shumë të vinë në gjimnazin. Nuk du të vihet në dyshim nëse du të zbulojnë klasa të tjerë, por du të vinë. Fakti që fëmijët dalin shumë, ja tani ne do ndjekim, që unë do la Aida ka për të na shpjegu. Ante drejtë Aida po ti? Okej, që të kuptoni çfarë do të thotë dhe si formohet një fëmijë, një nxënës, apo ndaj që të bëjë edhe kujtimin. Atëherë fillojmë Aida. Atëherë si fillojmë dua tani me emrin e ekspozitës tonë, që titullohet Një lexues sot, një lider nesër. Dhe në këtë ekspozitë ne kemi paraqitur shumë piktura, makete dhe instalacione të ndryshme, duke nisur që nga hyrja me këtë tabelën ku kemi zemrën të truajnë, pra ne a duhet të ndjekim instinktin apo arsyen. Pastaj kemi dhe makete të tjera, të bëra ky labirinti me letra, libri që është sjellë si një bord. Shumë e bukur. Po, libri këtu që kemi si një kopësht, pra gjithë ajo imagjinata që libri na jep është pasqyruar shumë bukur përmes edhe krijimeve dhe maketeve që kanë bërë nxënësit e shkollës. Pastaj kemi gjithashtu edhe disa piktura të ndryshme nga nxënësit, pikturat këtu që pasqyrojnë kohën që ne duhet të shpenzojmë me librin, po, që është shumë e lezetshme. Çfarë fantazi e kanë fëmijët që zonë, ja. Po kjo? Dhe kjo për koha Po, pra, thjesht është mesazhi për shfrytzu kohën, jo për kalu këtë kohën, për të lexuar. Po, normal, për të lexuar. Që të si puna jote, e lexuar. Kjo i gjithu. Ti kam ato kam profesoresha, Amen, Elsa, edhe Nite. Janë mësuese të shkëlqyra, ajo thash mirë që duhet vinë në gjimnaz. Gjimnaz nga më të mirë dhe Shqipërisë. E kam kënaqësi sa herë vije gjimnazi, absolutisht është nga gjimnazi jo vetëm të mira, por edhe pikpamjen e aktivizmit, kurimit, ka shumë rëndësi, edhe meritor shumë për kurimet e gjërave. Pra edhe në ditën e librit jam thonë mu po shkrim Tiranën, ai nuk e gjen këtu. Nuk e gjen këtu. Shikoj mund këto tani. Po kemi instalacione të tjera të bëra nga libra sigurisht, pra ide të ndryshme të nxënësve duke sjellë librin si një botë imagjinare plot me lule, me flutura, që hap dyert të ndryshme për sukseset tona në jetë. Gjithashtu libri këtu është sjellë si një në formën e një shtëpie, në formën e një dhome, pra që çdo shtëpi duhet ta ketë një bibliotekë. Shumë e rëndësishme që çfarë imagjinante kanë fëmijë. Shih sa bukur ja. Një dhomë shtapu. Disi më duket kjo është në arkitekturë, pak a shumë si puna e Mrisit Zano që ka atë kullën e shyrë, këto që është me xham. Dhe ju keni ashtu. Një libër këtu pra. Shi sa bukur është. Është bërë si një dhomë. Kush i ka bërë libra? Po nxënës të gjimnazit, kryesisht të viteve të para. Po, edhe që nga vitet e para, po të kemi vitë parë jeti. Atëherë kemi këtu në të tjera, po. Ky për shembull është një film lart, kanë improvisuar nxënësit me trumbacet, me
shtëpinë. Po. Pastaj lart kemi 3 shenja të pikësimit. Prit, treshe, jo, është shumë, pikë Pra, që edhe dise, kjo pika. pika, Edhe edhe pikpyetja edhe ajo s'me më mirë. që pikpyetjen e letërsisë, gjithë ato pikpyetje që letërsia ka sjell tek njerëzit. Kemi përsëri piktura me kohën. Koha e sjell shumë kokës. Shiko të se do paraqes diçka dhe do bëj ftesë për të mëdhej, do bëj një ftesë prapë. Kthena kështu, themi kështu. Hajde, tu tani çfarë kemi? Tani këtu kemi ferin sipas datës, si fillim, 7 ratët e ferit, dhe të gjitha mëkatet, nxënësit i kanë pasqyruar përmes njerëzve. Kemi për shembull bërtatsin që janë këta njerëzit duke rrotulluar gurën. Kemi tradhtin djallin Luciferin. Kemi mashtrimin njerëzit me kokë poshtë. Pra sjell me një fantazi të paparë nga nxënësit. Dhe pikturuar shumë bukur. Pastaj kemi Orfeun dhe Eurydikën. Kemi në të mëdhej, ju s'kemi. Si një përshi akoma, dhe kjo tregoni ju moshatarëve që përmes saj për lexuar, sepse të lexuar nga literaturia. Po, mbi gjitha edhe për të marrë mesazhe. Tani po, që kemi? Orfeun dhe Eurydikën, miti i famshëm grek. Bravo, shumë. Është sjell shumë bukur. Vim këtu tani kemi Pastaj kemi librin përsëri është bërë si një llamë. Po. Pastaj librin që është bërë si një çantë. Mbaj histori. Unë mbaj histori, sa bukur i bën, ja. Janë si tip suvenirësh, për shembull këtu mund ta kishte gjimnazi Veshen, edhe suvenirë, provohen suvenire të tilla, e gjon fantastik. Po. Këtu është shkruaj në 23 prill, përmes faqeve të librit. Po, 23 prill me faqe. Po, e shoh. Këtu pastaj është bërë Si kjo si shkruajnë. Si nga to Po, është bërë shumë bukur me faqet e librit. Ato të shumë e bukur. Pastaj kemi filozofinë e Peter Panit, duhet të jesh i lumtur që të mbretërosh. Bukur, piktura të tjera që tregojnë për njerinë që libri na sjell. Përsëri me kohën. Po. Dhe libri gjithashtu i improvisuar. Vim pak edhe këtu që ti marrim gjitha dhe pastaj do të mbyllim në një vend që mund të dalem pa mend kur e pash. Edhe këtu pastaj po. Po, këtu kemi librin një llamë mbi librat, pra që sjell diturinë, sepse libri është një dritë në mendjen tonë që na sjell gjitha ato fantazitë tona dhe na sjell gjitha idetë që ne ndesim përpara dhe të bëhemi të suksesshëm në jetë, sepse tek e fundit pa librin, ne Po. Edhe vim këtu pastaj jemi prapë. Po, libri që është pasqyruar këtu në kokën e një Shiko, ta që pikturojnë, unë verë e që në këtë moment, për shumë, se nuk është se ju keni piktor këtu, mësues piktor nuk keni. Jo, për shumë shkolla në anglishare po, por tu s'ka. Por to që do në kanë përfaqësu rrymat e ndryshme të artit të pikturimit, edhe për shumë unë shoh shumë surrealist. Ha? Asë vërtet kjo. Vazhdojmë me këto. Po, libri këtu që sjell me gjithë detektive me ngjyrat e tij, që sjell imagjinatën, libri gjithashtu përsërisi një dritë, si ajo drita në fund të tunelit, le të themi. Pra, ku ti mund të gjesh, po nëse lexon e gjen dritën në fund të tunelit. Po, libri këtu përsëri në kokën e njeriu. Këtu kemi Franz Kafkën, i cili është pikturuar shumë bukur. Sa bukur, kush e ka bërë? Gers Marko. Gers, bravo Gers. E atje? Përsëri këtu kemi atë dritën, pra që don të simbolizojë. Ders me mall, po. Po, këtu keni librin gjithashtu si të pasqyruar si një skenë teatri, sepse gjitha ato vepra të mëdha teatrore. Ku ju ka shku menja më jeni pa pa. Po, dhe kjo ka dhe libri këtu. Edhe këtu kemi një çadër. Po, një çadër pasqyruar. Si ka shku menja më që ka po ja. Sa bukur. Edhe shiko, ai do ta mbyllim tani në një vend bashkë. Din shumë pak, shko dhe, tek. Shini këtë tani? Të robotin kemi po, si kemi po, ati e shpane kemi po, ti robotin të ujnë mu. Edhe, që ka ponte? Po e kam bërë unë bashkë me Sonja Beleshi. Me Sonja, mas kemi po pak a shumë, që ti shënzu, si e ke po? Atëherë ne kemi bërë një manekin, i është veshur komplet me gazeta dhe ka kokën, ka librin në vend të kokës dhe kokën e ka në duar, pra që do të tregojë se libri na orienton ne, ai që na orienton ne dhe na çon në një rrugë të dur dhe drejt suksesit që ne duam të arrijmë. E shiko, duke qenë në gazetar shumë i
ke harruar mund, kisha kërkuar një gazetë që kam shkruar, kisha dhe shkruar fiksion. Tash më shumë. Fantastike, bravo. Aida është shumë e bukur. E pyeta nuk e di sa do rri hapur. Ekspozita do të jetë për gjitha ditët e hapur këtu në ambientet e gjimnazit dhe gjithë ata që janë të interesuar ta shohin, shohin punimet tona, çfarë ne kemi dashur të pasqyrojmë për këtë ditë shumë të rëndësishme dhe që jemi menduar ta vlerësojmë sa më shumë gjithë ditën 23 prillin, pra ditën e librit dhe librin vetë, i cili është si themi nisja, piknisja ku ne gjithmonë duhet të bazohemi dhe duhet të bëjmë sa më shumë që jemi sa më të suksesshëm dhe të arrijmë të gjitha qëllimet tona. Shiko si artikulohet kjo, hajde Elsa, hajde pak. Është Elsa, profesoresha, ana apo një atitudje, por si që ti bëna është një fantastike. Do shoh që gjimnazistët e Rrëshenit janë inovatorë, kanë me inovatore. Dhe kështu e shprehin në gjithë gjërat që kanë bërë në këto atëherë. Si gjithë falenderoj, në radhë parë, të gjithë nxënësit e vërtetueshëm të gjimnazit tonë, është disa herë që nxënësit janë të rrinë shumë të bukura, në këtë kohë të vrusme ku teknologjia po avancon të fuqishëm, të gjitha me punimet e tyre, sidomos me këtë punim për pavlesh, thotë shfalosin një ide, sado që ky punim ka teknologji që të gjitha media njerëzore, sado që përparon teknologjia, pas sa teknologjia është media njerëzore, është media njerëzore që të ndërgjash të bënë prioritative. Robotin base mund të thënë sa herë se shpeshherë diskutojmë për që roboti mund ta zgjidhë diçka të ardhme. Ama media njerëzore pas këtij roboti, pas diçka që është media njerëzore. Unë mendja që jam e bindur që media e drinur e tyre nxënësve tanë, siç e pamë edhe në gjithë ekspozitën, pritëria e tyre, bazat të cilat do të kemi që në të ardhmen do të kemi nxënës ekspertë, nxënës të mirë, padyshim edhe deri të duar të Okej. shumë i falenderoj të gjithë pamës. Dhe për ta mbyllur tani për ta mbyllur nga Aiden, se u artikulu shumë bukur. Me se ju e doshta Aiden sa bukur u artikulu, unë juftoj absolutisht. Kjo, sidomos, ju që jeni për zyra dhe në masë të ndodhë që nuk hapni libra kur ma, hadi shihni këto që të frymëzoheni, filloni të hapni nga i libra. Shumë rëndësi kjo. Ftoj edhe qytetarët, pse jo, është një expo absolutisht për të shërbyer të gjithë. Shumë Gjithë pas të gjithë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Kulturë është.